ekonomike dhe vendosin si tjetë në fund jetës. Ndërsa, në bazë të këtij raporti, kemi edhe mjetet e përdora në vetvrasje dhe tentim vetvrasje. Referohemi në vitin 2007 dhe në vitin 2008. Në vitin 2007 kemi 37 varje militar, më thonë vetvrasjes, që është më e praktikueshmja. Ndërsa të tentim vetvrasjes karakteristikë është se bëhet përmes medikamenteve mjekësore. Do më thonë në vitin 2007 kemi 70 tentim vetvrasje me medikamente mjekësore dhe 62 tentim vetvrasje me helmim, ku 3 prej tyre do më thonë janë vetvrarë. Ndërsa në vitin 2008 kemi po ashtu një trend të rritjes, pra medikamentet mjekësore 103 tentim vetvrasje, por kanë shpëtuar. Kryesisht që bëhet nga vazat ku përdoren medikamente të tepruara për të shkaktuar vdekjen, ndërsa me intervenimin mjekësor stabilizohet gjendja e tyre. Mirë po, është shqetësuese sepse është shumë shqetësuese sepse kemi një rritje të trendit gjithmonë më shumë. Besnik, gjenia e cila do të thonë është më shumë viktime vetvrasjes, a mund të thonë që është gjenia femërore apo e maskullore? Nuk ka ndonjë studim kështu të thokë për këtë problem, po do në bazë të rrethonave shoqërore, atëherë është më atakuar gjenia maskullore. Mirë po e pasuar është edhe për shkak gjenia femërore. Arsyet, domethënë, është turpi social që e përmenëm. Në këtë rast hyn edhe shkurorëzimet, si ose ndarje nga lidhjet e dashurisë, dhe ky është një faktor që njerëzit i shtyn me bën vetvrasje sepse krijohet ndjenja se pa të personin përkatës nuk mund të vazhdoj jetën dhe e sheh jetën si një hiç pa të person. Njëkohësisht faktor tjetër është edhe në këtë kontekst humbja e të afërmi. Kemi pas një rast në vitin 2005 ku 5 motra kanë pasur vetëm një vëlla dhe pas vdekjes së tij tragjike 2 prej tyre bën vetvrasje. Domethënë krijohet ndjenja se pa atë person përkatës nuk mund të vazhdohet jetën në atë moment të kalon individi në një periudhë stresi. Kjo gjendje depresive. Kjo gjendje depresive e individit ku nevojitet një përkrahje emocionale, përkrahje shoqërore që me e përballu. Më thonë këty faktori është më i përgjithshëm si humbja e afërme, po ashtu edhe shkurorëzimet, lidhjet e dashurisë kanë një ndikim dhe çojnë deri te vetvrasjet. Mirë, po në rrethonat tona është numri më i vogël. Besnika, më na më thonë se krejt kjo gjendje këto numrat vetvrasje, masivisht për 3 muaj ditë, 3 mujorën e parë të vitit 2009 janë për 20 vetvrasje, 74 tentime për vetvrasje. Është një gjendje alarmante për popullin e Kosovës dhe për institucionet e Kosovës, pse po mshifet kjo punë, nuk po debatohet dhe nuk po merret në këtë problem serioz. Është vërtet që ka pranin media, po jo as to duhet, sidomos nga institucionet duhet bëhet më shumë, që të bëhet më shumë publike, të diskutohet, të hapen debate, ligjëratën për universitete, të bëhen hulumtime edhe më të thokta për faktorët, të sensibilizohet opinioni i gjerë, sepse ne jemi një shoqëri për mbi 2 milion edhe një numër aq i madh i vetvrasje për shoqërinë tonë është jashtëzakonisht i madh, duke marrë parasysh se ky numër po shënon rritje gjithmonë më shumë pas luftës, sepse para luftës ne si shoqëri më e mbyllur tradicionale nuk i kemi pas këtë problem. Mirë, po pas luftës vetë shoqëria. E parë shoqëria, a mundet me kohën se edhe para luftës shoqëria kosovare ka pas njëjtin problem. Po para luftës dihet shkon situata, dihet shkon gjendja, edhe familja ose rrethi që shtojnë kanë pak më të lidhën, edhe kanë marrë si turp vetvrasjen edhe shumë shef ky fenomen. A mundet me thonë se mundet me kohën njëta shifër edhe para luftës, po mshef fenomeni, apo mundet me thonë se është rrit mas luftës. Po duke marrë parasysh situatën cilën jemi kona si popull para luftës, nuk kemi pas edhe statistika të sakta se nuk kemi pas kuptuar bashkëpunim me organet e atëhershme, nuk është lajmëruar se është bërë vrasje ose vetvrasje. Mirë po, pas luftës vlen të theksohet se rrethonat shoqërore kanë ndryshuar, dinamizimi i jetës është bërë shumë më i madh, raportet shoqërore kanë ndryshuar dhe integrimi, pra vetvrasja është në disproporcion ose proporcion të drejtë me inkuadrimin e individit në shoqëri. Pra, të ne gjithmonë më shumë po shkojmë drejt shturjes së raporteve shoqërore. Pra raporte farafisnore, domethënë gjithçka bëhet përmes interesit reciprok. Dhe në rast të dështimit të individit atëherë nuk ka përkrahje emocionale as përkrahje shoqërore. Këtu qëndron problemi. Gjithmonë ne po shkomi në formën e individualizimit që është një ndër karakteristikat e modernitetit.
që unë e quaj gjithmonë thojza modernitet, sepse tek ne po kes përdorur. Nuk është gjithçka që vjen prej perëndimit modernitet. Nuk është modernitet me pas shkurrëzime të mëdha, me pas vetvrasje të mëdha, me pas ose zhveshje të bruma, nuk ka të bëjmë me konceptin e modernitetit. Ne mund të marrim gjona të mira të modernitetit, mirë, po gjithmonë të fokusohemi në atë vetëm çka është e mirë dhe në dobi të shoqërisë tonë. Besnik, pse institucionet e Kosovës po shefin këtë farë? Çka do me bëj setorit, çka nëse se vazhdohet me të njëjtin temp të vetvrasjes, do po shit se cilëherë po vjen të rrit ky fenomen. Po institucionet e Kosovës, si thash, do të në radhë fort realizojnë një hulumtim, ma të thokë se pse konkretisht po ndodhin. Do më thonë të përqendrohen në hulumtime, në debate, në ligjerata dhe të nxjerrin përfundime se cilat janë faktorët kryesor dhe çka nuk duhet bëhet. Ose kemi rastin për vajzat ose ndjenja e turpit që e përmendëm. Të krijojnë institucione, nëse vetëm nuk kanë ku me shku, si kemi rastin e dhunës familje, edhe ky është një problem i madh, mirë po kemi disa shtëpi tash që institucione pak a shumë merren me këtë problem. Problemi po flasim për zonat urbane. Problemi problemi kryesor në zonat urbane si ndër të vetvrasjes është problemi i narkomanisë, problemi për shkak depresionet. Se institucionet e Kosovës së shoqënia nuk është e gatshme të marrë me këtë problem i trajtuar tani. Ky është një ndër faktorët që unë e kam identifikuar si probabilitet të madh që të bëjnë vetvrasje njerëz të cilët janë marrë me drogë, me narkomani. Edhe kjo ndodh për dy arsye. Për shkak të mbi përdorimit të dozave. Unë më fal ashtu një farë pjesë të turpit social, edhe të punën narkomanisë, masimisht rreth nëse është në gjendje me konceptin. Mundet me kon, ka diçka pjesërisht mirë, po kjo realisht shkaktohet për shkak të dy arsyeve tjera, mungesës së materialet, të drogës edhe ose përdorimit të tepërt. Dhe gjithmonë këta njerëz kanë prirje që të jetën e tyre e përfundojnë në mënyrë tragjike, për shkak se organizmi i tyre faktikisht gjatë përdorimit të një kohe gjatë do të çrregullohet. Besnik, ka s'ken minuta tonë për emisionin për ditën e sodit. Ke kënaqësi shumë e madhe me të pasur mysafirë të na. E dim si për këtë temë bajë javë me fol për na kryesori prekun pak në pika të shkurtra. Mos i vetë takojnë kësaj zënërate e tretë, zënërat po ballafasohen me probleme. Parandalimit. Vetë parandalimit shumë shkurt besoj. Do të thonë vetvrasja është në proporcion drejt me integrimin e individit në shoqëri. Edhe format e parandalimit mund të jenë vetë inkuadrimi i individit në shoqëri, diskutimi i problemeve të tina, sidomos te ata persona që kanë bërë tentim vetvrasje, te ata persona që janë zhytur me një pesimizëm të thellë, kanë ndryshuar në raportet e tyre, edhe një gjë shumë e rëndësishme për shoqërinë tonë është që njerëzit të stimulohen të lidhen me fenë, me religionin, dhe do ta kuptojnë aktin vetvrasjes në dy forma. E para do të jetë se akti vetvrasjes në fe është i dënueshëm. Ndërsa edhe aspekti tjetër është se në fe do të mund të gjeni një qetësi shpirtërore. Ky do të thonë vetë feja në dy dimensionet e saj do të kishte një sukses në parandalimin e vetvrasjeve. Pra dhe në opinionin e zero në media duhet bërë e ditur se vetvrasja duhet konsiderohet si një akt qyçar, jo si akt i zgjedhjeve të probleme. Për shembull në kulturën japoneze konsiderohet si trimërinë se bën vetvrasje. Mirë, po ne duhet ta konsiderojmë edhe në opinion edhe në media si akt qyçar që nuk çon drejt zgjidhjes së probleme, por shkakton edhe problemet të rrethit të njerëzve sigurisht. Kështu që të gjithë të mundohemi që të kemi një shoqëri të shëndosh. Definitivisht, besnik faleminderit. Shkuzoha shumë kjo ke koha për mysafirin ton, ju kërkoj falje se ndërprejmë emisionin me kolegës tonë Zedush Kastratit. Edhe njerë po them rrinë me Arakum TV shumë shpejt, më thon mas marketingut kam shohën një herë repriza e emisionit. Kështu që rrinë me Arakum TV në respekt për ju. Edhe rrinë për orës 1 sot mos harroni kena temën ton, edhe për orës 1 jena të sheshëm me skemë re programore për temën ton tash jena mujna me debatu drejt për drejt para kamerave. Respekt për ju.